Pas përfundimit të Big Brother VIP 4, Krisa Çaushi dhe Tyri Gjoci kanë zgjedhur të mbeten në vëmendjen e publikut, jo më për deklarata dashurie, por për një dramë që ka shpërthyer edhe jashtë shtëpisë së famshme. Spekullimet për një ndarje mes tyre morën dhënë në rrjet, të shoqëruara nga zëra për një lidhje të fshehtë të Tyrit. Për forcimi dyshimeve erdhi kur Tyri publikoi një pjesë nga kënga e tij Lam të mirë në Insta Story, ku shkruante: "Lam të mirë dashuria ime me dhimbje në zemër e them", duke etiketuar Krisën. Ndërkohë Krisa reagoi menjëherë me një ripostim ku shkruante: "I pabes", duke ndezur reagimet e publikut. Megjithatë, pavarësisht aludimeve, u sqarua më vonë se çifti nuk është ndarë dhe gjithçka ishte një interpretim i gabuar i mediave. Ndërkohë, në një intervistë në emisionin Natën me Aulonën, Krisa foli dhe për marrëdhënien e saj me Loredanën, e cila sipas saj pas ngjarjeve që ndodhën në Big Brother VIP 4 ka kërkuar falje. Ajo shprehu gjithashtu pakënaqësi ndaj Nedës, opinionistes së Big Brother. Ndërkohë, publiku mbetet i etur për të parë se si do të zhvillohet më tej kjo histori që kombinon dashurinë, dramën dhe famën në një treshe intrigash.